Do e me të pyet thot, si me e bo o hoxh, se kemi ra në hall, kanë fillu po thuj se gjithë gocat, po i pate prind nuk jetojmë me prindrit. Po si pate, atëherë mund të fillojmë muhabetet për të bërë lidhjen apo nikahun. Si të veprojmë se unë duhet jetoj me prindrit, mirë po unë e kuptoj që vajzat nuk pranojnë një gjë të tillë. Kur mos u boft ajo martesë, ku femra i bën kusht, apo vajza i bën kusht djalit që mos të jetojë me prindrit. Kur mos u boft kjo lloj martese. Është e turpshme që vajzat kërkojnë kushte të tilla. Do të thuash ti po jeni shumë mrapa, bota ka ecë përpara, nuk ka problem. Ne jemi shumë mrapa dhe bota le të ecë përpara, s'ka si problem. Nuk ka sens, nuk ka kuptim që vajzat vej kushte të tilla në islam flas gjithmonë, me fenë e Zotit. Nëse prindrit pastaj janë problematik, janë shqetësues, i hyn hak, është gjë tjetër. Po a priori ta kërkoj një gjë të tillë, kjo është e papranueshme sipas Islamit. Kështu që derisa të gjesh një vajzë të mirë, devotshme, që nuk vën kushtet xhahilijeti, ky është kushti i xhahilijetit, jo kushti islamik. Xhahilieti thonë, po as në xhahilijet nuk ekziston këtë lloj kushtesh.